Të dashur shikues të Klan Kosovës, përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin ton të fundjavës Familja ime. Një emision ky i cili gati është i bëj një vit transmetim, tashmë jemi në sezonin e 2 të këtij emisioni dhe temat të cilat kemi shtjelluar gjithmonë kanë qenë ato të cilat shumë shpesh ju i keni propozuar dhe jeni ndjerë shumë komod për t'i dëgjuar sepse keni pasur nevojë të dëgjoni këshilla dhe informata më shumë për ato tema. E njëjta gjë ndodh edhe sot, një temë në të cilën na keni shkruar shumë për juve shikues të dashur është menaxhimi i emocioneve dhe stresit, menaxhimi i nervozës, i gëzimit, i hidhrimit e shumë shka tjetër. Do të flasim sot në studio dhe do të mësojmë shumë se si duhet të menaxhojmë këto situata, si duhet të përdorim disa mekanizma mbrojtës nëse mund t'i quaj, e shumë shka tjetër e për të mësuar këto informata dhe këshilla, të ftuar në studio sot kam Daud Demaku nga Qendra e Mendimit Pozitiv, Fatos Simnica, sociolog dhe Naim Telaku, psikolog. Si gjithmonë, tashmë e dini, nuk mungojnë storjet të cilat përgatisin gazetare tona Agnesa Demaj dhe Majlinda Lapashtica. Por para se të ndjekim bisedën dhe para se të shohim të gjitha këto materiale të cilat i paralajmërova, si gjithmonë është koha për rubrikën tonë të fillimit. Përshëndetje, sot në Kids Akademi kemi vendosur që ta bëjmë prezantimin e patates, e cila është shumë e shëndetshme dhe ne e përdorim në mënyra të ndryshme dhe po mendoj është shumë e lehtë për fëmijët në ushqime të ndryshme, të cilat i përgatisim këtu. Sot kemi vendosur para jush ta prezantojmë pure patatesh me salcë të perimeve dhe me shpulje. Pataten e servojmë në mënyra të ndryshme, si që janë gjella që servohet në kohën e drekës dhe për pas drekat, për shembull, është kur e përdorim për zamrat, mund ta bëjmë patate karrot, të cilën e mbulojmë përsipër me ajk, mund ta bëjmë patate me brokolli, patate me djath e kështu me radhë. Do të thotë që shumë mënyra të ndryshme mund ta servojmë atë. Pra tash do të vazhdojmë me përgatitjen e pure patateve dhe salcë perimesh e cila është edhe me shpule. Pra fillojmë. Spari po jevnojnë dorëzat. Pra fillojmë nga këtu. Pra së pari e hedhim vajin e tenxhere. Pastaj marrim qepën. Derisa qepa të kavërdiset, ne fillojmë me prerjen e mishit pulës. Pra e prejmë në kocka katrore të vogla, për arsye se ne këtu e servojmë për fëmijët dhe duhet me qenë më e përshtatshme. Pra tash i hedhim perimet, bizelet. Domatja. Dhe bishtajat.
Pra, mishin dhe perimet i kemi lënë një periudhë derisa pak a shumë janë skuqur dhe tash do të hedhem edhe karrotat. Karrotat i kemi zi pakës më herët, kështu që janë, më me thonë, gatshme. Një ashtu edhe brokolli nuk donë shumë kohë për me u zi. Gëzoj 5 minuta dhe është e mjaftueshme. Okej, tash do t'ju hedhim krep sipas nevojës. Pra, derisa mishi dhe perimet të zihen, ne do të punojmë me patatet e cilat janë të zjera dhe ka nevojë që të bluhen për me u përgatit pure patatesh. Pra, tash po ja hedhim qumshtin. Është qumshti i ftoftë. Dhe fillojmë me bludjen. Okej, pra tash është kjo gati. Shohim është gati edhe salca. Ka zgjatur 20-25 minuta derisa është zier dhe po e servojmë në pjatë. Pra, kjo është gati për të servuar. E kemi parë materialin dhe këtë rubrike të cilat gjithmonë është e mirë se ardhur për ju shikues të dashur, në këshilla këto të cilat kemi nevojë të shohim. Po do të fillojmë temën për cilën e paralajmërova, menaxhimi i stresit, menaxhimi i emocioneve, i hidrimit, i gëzimit, e shumë çka tjetër. Shpesh kemi dëgjuar nga profesor Dauti që thuhet që mendimi pozitiv është vetë parajsa e jetës. Pse, profesor? Se për këtë arsye dhe të kam thirrë, sepse ka rol mendimi pozitiv në këtë temë, në këtë menaxhim. Është vërtet. Dhe është vërtet e madhe që çdo gjë varet nga qasja. Do të thonë, ne po përjetojmë tash një ndryshim rrënjësor, kemi për çdo ditë shtëpia më të mira, kemi garderobë më të mirë, kemi rrugë më të mira, kemi ushqim më të mirë, kemi të gjitha avancohen dhe për ditë, po zhvillohen, po ecin ka hamira. Po një që mbetet e përhershme, kjo teme jone që është stresi, dhe mërë dhe mirë që keni bëvë këtë emision, dhe do duhet këtë emisionet tila shumë më shpesh, për arsye se psikologët e dinë më mirë, stresi është jashtëzakonisht i dëmshëm, shumë i rrezikshëm, ndërkësh kur thuhet se mendimi pozitiv është parajsa e jetës njerëzore, krejt varet nga qasja. Nëse del në polin pozitiv, nëse gjërat i sheh në mënyrë pozitive, largohesh nga pjesa e dytë e polit negativ dhe gjithmonë do ta shndrosh jetën parajsë. Parajsa nënkupton ti jesh i qetë, ti jesh i gëzueshëm, ti jesh i harreshëm, ti jesh i frymëzuar, i motivuar, ti jesh i gjallë dhe të mos bish në depresion për arsye se të gjitha gjendjet depresive që i dinë psikologët shumë mirë shkaktojnë dëmtime të tjera edhe e krijojnë ferrin e jetës. Vija e jetës nuk është vije drejt, ka rëmje ngritje,
nuk ka kur farë sigurie, ka gjithë farë situata stresuese që janë të panumërta dhe të lëlejshme, dhe qasja për është metoda, teknika, mënyra më e mirë për të kalimin për dalin nga situatat e rënda. Stresi nuk është që duhet largohet, është diçka dhe i nevojshëm, shpesh ngrit adrenalinën, shpesh në situata stresit edhe frymëzohesh më shumë, ke ide më shumë sepse ke si limit, por kur është fundi që duhet të frigohemi nga stresi që ne përjetojmë? Së randa deshta ndërlidhem, dhe me thonë, përgjigjen e pyetjen e juaj dhe ato që tha parafolsi zotri Davdo Maku. Ashtu që tha të dhiu, dhe me thonë, stresi është në shumëtën e rasteve një reagim i jonë në situatat pa njoftuna. Dhe me thonë, jo domosdoshmërisht stresi është negativ, jo domosdoshmërisht stresi është shkatrues për psikologjinë edhe fiziologjinë tonë. Dhe me thonë, parazgjithash, natyra e ekzistencës tonë është që të reagojmë ndaj situatave çfarë do qofshin ato. Nëse këto situata ndaj cilave duhet me reagu janë familjare, janë të njoftuna, reagimi jonë është pak a shumë rutinor, është normal. Mirë, po kurdo që ballafaqohemi me situata cilat janë të panjoftuna për neve, cilat kërkojnë prej neve shkatësi ose forma cilës, cilat nuk kemi aplikuar përpara, kjo automatikisht e krijon një gjendje stresuese brenda organizmit tonë. Rrjedhimisht, do të thonë, kjo gjendje stresuese nuk është kurrë tjetër përpos mobilizimi i organizmit për të ballafaqur me situatën e re. Zakonisht situatat cilat e kërcënojnë ma shumë mirëqenien tonë, cilat e prishin atë homeostazën biologjike, psikologjike, mendore, ndoshta në disa raste edhe sociale, sa ma shumë që prishet kjo homeostazë, mobilizimi i organizmit në përgjithësi, dhe me thonë, është më i madh, rrjedhimisht edhe përjetimi i stresit është më i madh. Rrjedhimisht, do me thonë, stresi përpos që jo domosdoshmërisht është diçka i dëmshëm, është edhe i domosdoshëm për mënyrë që na me u përshtat me situata të reja. Studimet ndryshme me kafshë ndryshme, me specie të ndryshme para neve kanë treguar që realisht përjetimi i stresit është ai që është hyrë në evolucionin përpara. Do me thonë, nëse specie të ndryshme ishin adaptuar me gjendjen aktuale, nuk ishin marrë me rrethanat e reja, atëherë ato kishin pas me stagnu në zhvillimin e tyre evolutiv. Mirë, po stresi është e vërtet që është i dëmshëm në rastet kur bëhet kronik edhe kur është i paarsyeshëm. Do me thonë, kur neve fokusohemi në probleme ma shumë se që duhet, kur neve fokusohemi ma shumë në reagimin tonë emocional ndaj situatave sa në vetë situatën, kur neve fokusohemi ma shumë në mënyrën se si e shohin tjerë të reagimin tonë, se sa vetë situatën e kështu me radhë, do me thonë, një farë mënyrë kur stresi bëhet kronik për një kohë të gjatë, ai bukfalisht e dëmton psikologjinë edhe fiziologjinë tonë. Madje ka struktura specifike trunore, tilla si hipokampusi, cilat gjenden në qendër trurit, në thellësi trurit, cilat bukfalisht zvoglohen me përjetimin kronik të madh të stresit. Këto struktura zakonisht janë përgjegjëse për mbamendjen tonë, janë përgjegjëse për navigimin tonë hapësiror, janë përgjegjëse për përjetimet e para emocionale dhe menaxhimin emocional e kështu me radhë. Do të thonë, përjetimi kronik i stresit për kohë të gjatë, nivele të larta, do të thonë, realisht e dëmton edhe biologjinë edhe psikologjinë tonë, edhe na bën më pak adaptibil, na bën më pak adekuat, na bën më pak të shkath në ballafaqimin me situata të reja stresuese. Rrjedhimisht, do të thonë, kur stresi është pak a shumë jo i arsyeshëm, kur reagimi emocional është i paarsyeshëm, kur është kronik, që do të thotë që ka një prishje të rendit, të mirë funksionimit, të mirë mbajtjes së psikologjisë dhe biologjisë tonë, atëherë stresi duhet luftuar. Mirë, por nga gjitha mënyrat e luftimit të stresit, për mendimin tim, me kompetencën e kufizuar natyrisht profesionale, polarizimi jonë në polin pozitiv të mendimit nuk mendoj që zgjidh problemin, përkundrazi mendoj që vështirëson problemin, për shkak se, do të thonë, nëse vazhdimisht tentojmë me pas një qasje pozitive ndaj situatës, ndaj rrethonave, pa marrë parasysh cilat janë ato, tash neve ja parashtrojmë vetes një sfidë të re. Do të thonë, përpos që duhet me ballafaqu me situatën, në disa raste edhe me harru situatën, neve duhemi marrë me ato se apo mendojmë pozitivisht apo jo, apo kemi qasje pozitive apo jo, rrjedhimisht, do të thonë, humbim
nga ndërmarrja e mirëfillt me situatën me rrethonat, rrjedhimisht domethënë situata vështirësohet dhe neve nuk zgjidhim situatën. Në farë mënyrë polarizimi jonë në polin e të mendumit pozitiv, i cili nuk është i arsyeshëm, i cili nuk është rrjedhoje rrethonave në cilat ndodhemi, i cili nuk është rrjedhoje gjithë situatës, gjithë faktorëve që na influencojnë neve, në farë mënyrë do të thotë injorimi i problemit, domethënë edhe zhvendosje me një situatë të viktimizimit, domethënë ku ti në farë mënyrë e përjashton veten nga ndërmarrja me problemin, mirë po thjesht, domethënë zhvillon një qasje mendore e cila nuk është rrjedhojë e rrethonave. Mënyra më e mirë ndoshta, megjithëse kjo është një temë tek e cilës mendoj se do të dalësh më vonë, mirë po përmendi vetëm me një fjali, domethënë mënyra më e mirë për ballafaqim me situata të vështira emocionale, tu e përfshi edhe stresin, është racionalizimi i situatës dhe racionalizimi i emocioneve, kontekstualizimi i reagimit ton emocional karshi situatës në cilën ndodhemi, e jo polarizimi jonë në një pol qoftë pozitiv ose qoftë negativ, pa qenë koherent me situatën me rrethonat cilat ndodhemi. Domethënë polarizimi me një pol, cilin do të qoftaj, automatikisht nuk kupton që neve kemi mendu polin e kundërt. Domethënë neve kemi nevojë mendu pozitivisht vetëm atëherë kur paraprakisht kemi qenë tu mendu negativisht. Nëse nuk kemi qenë paraprakisht tu mendu negativisht, domethënë atëherë nuk kemi nevojë mendu pozitivisht, thjesht ballafaqohemi me situatën. Rrjedhoja emocionale domethënë pastaj është e natyrshme. Në vendimi ashtu siç është situata, domethënë nëse paraprakisht mendojmë negativisht, atëherë bëhet i domosdoshëm kalimi me një pol tjetër, sidoqoftë në dy rrethonat, edhe të mendumit negativ i paarsyeshëm, jo kontekstual, është negativ në ngjashëm që është edhe të mendumit pozitiv i paarsyeshëm, jo kontekstual. Nuk e di, profesor, shumë shkurt nëse mund është se doja në dalë dhe të fatosi, po e tha për Naimi që në fakt individualisht se cili e ndjejmë si injorim situatës nëse thonë hajtë se mirë është. Absolutisht është e sakt për arsye se në qoftë se luajmë teatr. Po. Nuk jemi racional në analizën e secili problem. Qoftë nuk jemi të vërtetë, të pozicionuar siç duhet, po teatrojmë, aktrojmë, se jam pozitive, jam i hareshëm, jam kështu, e më përmbrenda vlon, e zihet, nuk i ke shkaktar, zgjidhje shkaktar, të jenë një stres tjetër. Qoftë poli negativ, qoftë ai pozitiv, jeta do të pranohet në totalitet. Pranimi i totalitetit jetës do të thotë të merresh me shkaktarin, jo me pasojat. Ju do ta shihni. Shkaktari është për shembull një thes pupla e shpërndar në Prishtinë. Pasoja janë mbledhja e puplave. Për çdo ditë do të kemi profesionistë shumë më shumë, për arsye se do të kemi shumë nevojë për pasoja, për shërimin e pasojave. Shkaktari, kur gjinë shkaktari, kur në shkaktarin reagohet në mënyrë të natyrshme, të vërtetë, të plot, racionale, atëherë pozicionimin, cilin pol të duash, do të jep rezultat mirë. Pajtohem plotësisht me Naimin se ka saktë. Edhe unë gjithashtu pajtohem me atë, sepse individualisht secili e përjetojmë situatat të ndryshme, stresi, nervoze, mirë po nëse marrim si tërësi fatos, a jemi kështu shoqëri shumë e stresuar? Si sociolog? Po shoqëria kosovare, prej sidomos pas luftës ka kaluar në faza shumë të vështira dhe shumë ndryshme, dhe shpeshherë ka kaluar ndryshime shumë të shpejta për një kohë shumë të shkurtër. Për shembull, kur është edhe teknologjia njëra që ka ndikuar shumë, sepse ndryshimet teknologjike që kanë ndodhur në Kosovë kanë ndodhur shumë shpejt dhe për një kohë shumë të shkurtër. Si faktor kryesor që ndikojnë në gjendjen stresuese të një shoqërie janë edhe faktorët ekonomik, politik dhe social. E sidomos në shoqërinë tonë, njëri prej faktorëve që ka ndikuar më shumë është faktori politik, por duke mos lënë anash edhe ato ekonomik dhe social. Është të tre këto faktorë ndërlidhen mes veti, sidomos faktori politik ndikon tek faktori ekonomik dhe ai social. Por fatmirësisht ne si shoqëri nëpër hulumtimet të ndryshme që janë realizuar kemi rezultate mjaft pozitive, jemi si popull mjaft optimist. Edhe pse kjo ka filluar pak a shumë të ndryshoj. Mirë po menaxhimi i stresit në një shoqëri varet tek
marrëdhëniet që individët e caktuar dhe në përgjithësi, sepse individët janë ata që formojnë shoqërinë, që krijojnë marrëdhëniet që ata i krijojnë me shoqërinë. Do të thonë, sa arrisin ata të krijojnë marrëdhënie pozitive me shoqërinë. Dhe në momentin që ata arrin të krijojnë marrëdhënie pozitive shoqërore, atëherë ajo krijohet një farë lloj mburoje ndaj situatave stresuese që mund të paraqiten, dhe shpesh herë mund ndodhë që një situatë, ndoshta që për dikon mund të qenë shumë stresuese, një individ ose një shoqëri e cila ka përkrahjen e duhur, atëherë e kalon shumë më lehtë. Por mund të ndodhë edhe kundërta, një situatë shumë e lehtë, me shumë më pak stres, mundet me rezultu shumë stresuese për një shoqëri të caktuar. Se bën veç me mund të lidh veç shkurt me ato që po thot Fatosi, me nxjerr kontekstin psikologjik të saj që tha. Realisht hulumtimet psikologjike tregojnë që raportet e individit me të tjerë, domethënë kur to raporte janë pozitive, atëherë shërbejnë si faktor lehtësues në situata stresuese. Mirë po, domethënë, në kontekstin psikologjik nuk është domosdoshmërisht relevante raporti i individit me shoqërinë totalitet, mirë po ekzistenca, pasja nga individi e disa lidhjeve intime. Më thonë disa lidhjeve të afërta, cilat e bën individin mos mund ndjej vetëm. Madje këto raporte të afërta njerëzore, qofshin me partnerët, qofshin me prindrit, qofshin me këndo qoftë, realisht tregojnë që dhe ulin drejt për drejt nivelin e stressit nëse këta persona të afërm janë prezent situatat kur neve jemi për shembull të ballafaquar me nivele shumë të larta të stresit. Madje një formë e stresit është dhe dhimbja e skajshme. Hulumtimet kanë gjetë që realisht vetëm të imagjinumit e prezencës së duke mendu për një person shumë të afërt realisht e ul nivelin e reagimit ton fiziologjik edhe biologjik, kryesisht reagimit negativ ndaj situatës, ndaj stresorit madh që jemi të përjetu për momentin që është dhimbja në këtë rast. Në këtë rast është shumë rëndësishme që shprehja apo lirimi i emocioneve pavarësisht me kënd është shumë e nevojshme. Patjetër, gjitha emocioneve, domethënë sa i përket menaxhimit përgjithsisht emocional edhe menaxhimit stresit, janë disa komponente të cilat janë të rëndësishme, ndërto 5 ndoshta janë më të rëndësishmet, megjithëse teoricianë të ndryshëm, hulumtues të ndryshëm bojnë klasifikime, kategorizime të ndryshme të faktorëve të cilët janë të rëndësishëm, mirë po keni drejt njëri ndër ta është edhe shprehja emocionale. Gjithmonë po flasim të udhëtir në hulumtime të ndryshme të cilat kanë bazë psikologjike. Mënyra më e mirë për me ballafaqu me situata stresuese, mënyra më e mirë për me qenë një farë mënyrë zot të reagimeve tona emocionale, është që me pas një kanalizim, një procesim përmes të menduarit të gjitha emocioneve tona. Do të thonë emocionet tona të gjitha duhet me u procesu dhe duhet me u shpreh, si ato pozitive, si ato negative. Një mënyrë e procesimit të emocioneve tona është menduarit për to dhe të folurit për to. Kjo si mënyrë, si taktik, daton qysh prej kohës së Sigmund Freudit dhe Joseph Breuerit, cilët këtë teknikë kanë quajtur pastrimi o gjakut, përmes cilit individi mendon edhe flet për mënyrën se si ndjehet, për gjitha mënyrat se si ndjehet, si ato pozitive, si ato negative, dhe përmes të folurit e bën procesimin e emocioneve, edhe një farë mënyrë ky procesim e emocioneve si pasojë ka një lloj sintetizimi, një lloj stabilizimi të emocioneve, edhe rrjedhimisht, domethënë kjo i mundson individit me pas një integrim të gjitha pjesëve tonat. Njëna prej problemeve kryesore në ballafaqimet emocionale, në reagimet tona të brishta, jo adekuate, shpeshherë ekstreme emocionale, është për shkak se në fëmijërinë tonë, në jetën tonë, neve në farë mënyre trajtohemi në atë mënyrë që disa emocione tonat, për shembull, stimulohen te mase, ndërkaq disa emocione tjera kryesisht që janë negative, disa mendime që janë kryesisht negative, ato gjykohen, domethënë ato nuk pranohen, edhe individi pastaj në kontekstin ku jeton, kryesisht fëmiu në kontekstin e mjedisin ku jeton, domethënë nuk ka një ambient adekuat, nuk ka një ambient mbështetës
për me i shpreh emocionet e tij, rrjedhimisht domethënë ato në farë mënyre kalojnë në pavedije, për shkak se nëse ato shprehen, nëse individi proceson ato në raport me të tjerët, merr reagime konsekuenca negative, rrjedhimisht kjo është një lloj situate pa dëshirueme, edhe individi kalon këto mendime në pavedije dhe pastaj ato gjatë gjithë jetës në mënyra të ndryshme bëjnë presion individit, e ndikojnë individin, qoftë për shembull tu i bë raportet e afërta jo stabile, jo të qëndrueshme, qoftë të ul nivelin e vetbesimit, qoftë të ul nivelin e vletësimit, qoftë të e bëjë individin për shembull shumë sensitiv në situata specifike. Me marrë një shembull, nëse e kemi për shembull një mashkull, një djalë në familje, i cili është sensitiv, domethënë është më shumë sensitiv se mesatarja e meshkujve, pastaj prindrit e përqeshin vazhdimisht për sensitivitetin e tij, ai do të fillojë ta urrej sensitivitetin e tij, në mënyrë do ta akut linjën e mendimit për sensitivitetin e tij. Domethënë në mënyrë çdo situatë kur ai është sensitiv, kur ka predispozit për reagim sensitiv, ma të ndjeshëm se zakonisht, një mënyrë ai e kput procesin e të mendimit. Mirë po, a bëhet ky individ ma pak sensitiv tash në ardhmen apo ma shumë, realisht hulumtimet tregojnë që bëhet ma shumë, edhe reagimet në situata specifike ku sensitiviteti i tij gjen hapësirë me anë shprehje janë ekstreme. Janë absolutisht jashtë çfarë do kontrollit të tij. Për shkak se nuk e ka procesuar sensitivitetin e tij përmes të mendimit, nuk i ka procesuar emocionet e tij e kështu me radhë. Për me përmbyll ato që të thonë, domethënë është një e gjetë e mirë fillt në kuadër të shkencës së psikologjisë që emocionet kontrollohen më mirë, menaxhohen më mirë, rregullohen më mirë atëherë kur shprehen. Gjitha emocionet, domethënë, qofshin pozitive, qofshin negative, jo domosdoshmërisht shprehja e emocioneve duhet me pas gjithmonë një objekt direkt. Për shembull, nëse neve ku ta diun na streson, na bën e nxit një reagim agresiv emocional prej neve dikush në familjen tonë, nuk do thotë domosdoshmërisht neve me qenë agresiv ndaj atij personi, mirë po duhem me gjetë mënyra të tjera në cilat i procesojmë emocionet tona. Mbajtja e emocioneve brenda, mos shprehja atyne, mos ekspresiviteti emocional, realisht e vështirëson gjendjen tonë emocionale edhe neve na bën që ta humbim kontrollin në situata specifike ku reagimi emocional vjen shprehje. Po, a mundesh me na tregu disa praktika që janë më të përditshme dhe shumë më të lehta se si shoqëni dhe secili prej nesh individualisht duhet ta kontrollojmë veten në raste të caktuara? Çfarë duhet bëjmë në këto raste? Të numërojmë deri 10 s'ka funksionuar. Jo, funksionon. Nga pikpamja e mendimit pozitiv, elementi kryesor që ndihmon njeriu të zgjidhë situatat edhe problemet, sidomos të emocionale për çka po flasim, është në një njohje vetvetes. Nuk jetë rralla dhe të parancishme ato që është thonë njih vetveten, dhe nuk është e parancishme që është thonë se sundo vetveten që shndrosh në sundimtar të botës. Po nuk e njoh të vetveten. Nuk e di çysh do të gjesh dalje për arsye se kjo është, përshini çfarë teme. Kjo si ku një gjungull, ku e merë qiftën dhe ja zbraz 2-3 fishek në gjungull. Pa rrok diçka, është e pamundër, po selektimi tyne, urja tyre në praktike në jetën e përditshme, është jashtëzakonisht i rëndë. Ta marrim për shembull cilin do element për tyre. Ta zonë njëra prej gjendjeve stresuese që krijon më shumti. Këto shumë janë gjitha. Po njëra për ty është për shembull frika prej vdekjes ose vdekja, ose ballafaqimi me humbjen e një dashuri në jetë. Shihni çka ndodh. Tek ne për shembull është tradita e pamjes, këtë që tha Naimi, ndomja e dhimbjes me të tjerë që është shumë e vërtetë, që sa herë ta ndash me të tjerë ta zvoglohet, të qetësohet. Bile keni një shembull që përdoren në literaturë në Amerikë, baba djalin nuk e lejon me ngarkuset. Shko te psikoterapeuti, mësë më ngarkohu, su një përballoj problemin tua. Dhe tash, shini këte, ne për shembull të pa me themi përshkojmë në Krishnash. Pse përshkojmë Krishnash? Përshkojmë Krishnash për arsye se ai njeri ka ndodhur një tragjedi që nuk e ka Krishnash. Mendje se ka shnash. Duhet me shku me shnash kryt. Me ndihmua me zbrit atë element. A keni këto në botën perëndimore? A është në Gjermani, a është në Angli, a është në Francë, a ka Krishnash?
Nuk ka. Pse? Sepse njerëzit e kanë të qartë se shkaktari i parë i vdekjes është lindja. Dhe ky proces është aq normal, është aq jetësor, që dhe vetë vdekja është shërbim të jetës. Edhe pranojnë aq mirë, aq qetë, sa janë sikush gjitha proceset tjera jetësore. Prandaj, nga çësia, nga mendimi pozitiv, çësia themelore është njohja. Ta njohësh situatën, ta njohësh jetën. Jeta nuk ka vije drejt, ka ramje ngritje. Tamam punat ishte vije drejt dhe të krijojë një mundet të një jetë mërshme që e pa përballueshme në jetë. Pastaj, kontaktet me njerëz. Pse thash unë parë qasja pozitive? Për arsye se, nëse do të kesh qasje pozitive, nuk do të arrish ta stresosh vetveten. E merr individ, në gjitha shoqëritë hajni është i dënueshëm. Gjitha shoqëritë, nuk ka kush as një shoqëri në botë sa diunë që e pranon hajnin si kategori vlerë morale. Por, nëse ke qasje pozitive, pas shofish, ata pranosh a është ai njeri kretë veç hajn, apo është edhe i shkallët, është edhe i mençëm, është edhe i Zoti, është edhe, do të thonë, forcoj dhe motivoj elementet e tij pozitive në mënyrë që hajnia e tij të bie të zhduket vetë. Unë kësha da shumë që një emision të veçantë të bëni vetëm për motivimin, këto që tha Naimi. Pikërisht e kjo pjesa kur po folë për dënime dhe një përvojë shumë të mirë, Fatosi e ka pas një përvojë 3 vjeçare, ka punuar në burg, edhe pikërisht e këta persona të cilët unë mendoj, nuk i kam takuar në herë, po me siguri duhet jenë më të stresuar se sa në jetën jashtë burgut. A ka qenë lehtë ata të menaxhojnë situatat e tyre, a e njohin ata veten, kështu siç po thotë edhe profesor Dauti? Po, është një, domethënë, situata e një burgosur është specifike. Edhe siç e thekën edhe më herët para folësit, jo për secilin individ në situatë të caktuar mund me qenë stresuese. Për shkak se për dikën mund me pas interes, dikush mund me pas interes për një situatë, o dikush tjetër jo. Burgu është një provojë interesante, me punu në burg është një provojë interesante, mirë po njerëzit krijojnë gjithmonë paragjykime për jetën që bëhet në burg. Bëhet një jetë shumë normale, ku i vetmi gjë që është e kufizuar te ata është liria, normalisht për shkak se ata kanë për shkak të veprave që ata kanë bërë. Por aty funksionon një rrjet shumë i mirë i punëtorëve social brenda burgjeve, të cilët janë ata që i ndihmojnë në farë mënyrë e luajnë rolin e avokatit të burgosurit brenda burgjeve. Gjithashtu është edhe psikologu, për shembull, gjatë punës me punëtorin social, nëse punëtori social mundet ta vrejë në ndonjë gjendje pak më stresuese ose pak më të rëndë, atëherë është mundësia për me referu të psikologu ose në raste tjera edhe të psikiatri. Por në përgjithësi, punëtorët social brenda burgjeve kryejnë një punë shumë të madhe që ndikon në uljen e stresit tek të burgosurit. Edhe ajo gjithashtu ndikon edhe në gjendjen e përgjithshme të punës brenda burgut, se në momentin që arrihet një lloj qetësie për brenda të burgosurve, atëherë edhe gjendja e përgjithshme brenda burgjeve është më e mirë. Majlinda ka qenë në disa qendra të cilat po ashtu ndihmojnë në lirimin e stresit dhe emocioneve. Po, saranda, siç e thakëm edhe më herë, që jeta dinamike po na bën që të preokupohemi me shumë strese dhe nuk po arrijmë të menaxhojmë shumë mirë, domethënë çështjet emocionale. Këtë po e thëmë duke u nisur edhe prej profesionit tonë që e kemi, është një profesion mjaft stresues, edhe shpesha nuk kemi kohë as të merremi edhe me veten edhe të menaxhojmë mirë emocionet. Ne në Stoli kemi sjell disa vende ku, domethënë, ne si qytetar mund të menaxhojmë pak më lehtë emocionet, si për shembull ushtrimet e pillat, të lirojmë energjitë negative, po pra. Si për shembull ushtrimet e pillatës janë disa ushtrime të cilat ndihmojnë në relaksimin e personave ose në largimin e stresit, po ashtu edhe masazhet janë disa momente relaksuese në ato momente, domethënë kur bëhet masazh, lirohet njëri prej stresit, largohet pak prej problemeve në ato momente. Janë disa gjëra të cilat na ndihmojnë të largojmë stresin dhe të menaxhojmë më mirë situatat. Kështu që për mi pati gjitha këto e ndjekim Stolin.
Jemi prapë bashkë, jemi duke folur për menaxhimin e stresit dhe emocioneve. Tani është rrodha për rubrikën tonë të rregull ku ju qytetarë të dashur, ju shikues të dashur, pyetni mysafirët tanë. Ta ndëgjojmë një pyetje që kemi për psikologun në studio. Sa ndihmon yoga në gjatë aktiviteteve ditore ose gjatë aktiviteteve të punës për shlirimin, domethënë, të emocioneve gjatë dhe stresit gjatë të ditës ose gjatë të orarit të punës. Atëherë na ime ke ndëgju pyetjen? Po. Saranda. Unë e thashtë në fillim të diskutimit tim që stresi është parazitash një reagim fiziologjik, një reagim biologjik i organizmit. Ky reagim biologjik dhe fiziologjik i organizmit natyrisht nuk vjen nga askund, mirë po është një mënyrë vazhdimësie gjendjes aktuale të organizmit. Nëse organizmi në gjendjen aktuale është i tensionuar, domethënë për shkak të faktorëve të ndryshëm, pastaj edhe reagimi emocional është më intensiv. Rrjedhimisht faktorë të ndryshëm mund me ndiku që me ul një mënyrë ose me balancu me majt në një nivel të kënaqshëm nivelin e përgjithshëm të zgjimit ton fiziologjik. Të tillë faktorë mund me qenë për shembull sasia e gjumit që e bëjmë. Domethënë nëse bëjmë një gjumë me një orar strikt i cili bjen brenda margjinave 6 deri në 8 orë, mirë por jo më pak. Kjo natyrisht ndihmon që me urrujt gjendja përgjithshme zgjimit të organizmit dhe në mënyrë me qenë më rezistent ndaj reagimeve ekstreme stresuese. Pastaj edhe dieta jonë ditore, domethënë, ka rëndësi, nëse neve hajmë ushqime të cilat janë në mënyrë nuk e shqetësojnë traktin tonë digestiv shumë, cilat nuk janë shumë të pasura në karbohidrate komplekse, mirë po janë më shumë të pasura në materie të cilat janë më shumë natyrore të paprocesuara, edhe kjo në mënyrë na ruan nga zgjimi jo i nevojshëm fiziologjik edhe nga reagimi emocional i skajshëm ndaj stresorëve të ndryshëm. Pastaj përdorimi shumë të stimulantëve të ndryshëm, të tillë si kafja ose duhani ose çfarë do stimuluesi tjetër psikologjik, mendor që është ekstrem në mënyrë, gjithashtu e rrit nivelin e zgjimit tonë të përgjithshëm, edhe reagimi ndaj situatave stresuese pastaj është më ekstrem. Pastaj domethënë marrja me aktivitete fizike, procesimi në mënyrë kanalizimi energjive tona fizike në aktivitete fizike gjithashtu e stabilizon gjendjen tonë të përgjithshme të zgjimit fiziologjik, reagimi stresues pastaj është më i rregulluar, më normal, edhe në këtë linjë të faktorëve është edhe marrja me aktivitete të ndryshme të cilat e relaksojnë organizmin, të cilat e relaksojnë mendjen, të tilla si meditimi, të tilla si yoga, të tilla si kalimi kohës në natyrë, në ambiente, në mjedise, të cilat janë të qeta. Gjitha këto aktivitete kanë bazë të fuqishme shkencore, të cilat tregojnë që realisht e rregullojnë, e menaxhojnë reagimin tonë ndaj situatave stresuese ekstreme. Pavarësisht karaktereve të njerëzve, gjejmë vend për paragjykime. Nëse reagon shumë, themi që është i gatshëm, nëse nuk reagon, themi që është shumë i ftoftë si person. A duhet situatat e gëzimit, hidhrimit, të shprehim ashtu si na vijnë, apo duhet ta kontrollojmë domosdoshmërisht çdo situatë që reagojmë? Po duhet ta analizoj këtë situatave që ndihmojnë në të kalimin e gjendjeve stresuese, sidomos meditimin. Po. Dhe ne kemi shumë të larë këtë fjalë, gati që edhe në libra, në titujt libra përdoret gabimisht. Meditimi është ndërtimi i qetësisë, krijimi i qetësisë, dhe qetësia është produkt i parë i esencës. Ekzistenca gjithmonë është në zhurmë e kundërshti. Nuk shkon jeta përpara pa pozitë e opozitë, por relaksimi më i madh, më i mirë, më i shëndetshëm arrihet me ndërtimin e qetësisë, këtë që e tha të parën na jemi për atyre elemente. Ndërkaq, për reagimet janë të njohura shumë. Janë, domethënë, prej mësuesit Gjorgjevskit e prej Uspenskyt, janë
reagimet e njohura i din psikologë shumë më mirë, edhe i kanë terminet e caktuar për to, por një reagim që e veçon njeriu nga të qenit makinë, është krejt i ndryshëm nga jeta jone e përditshme. Kur jep gas makinës, makina ecë. Kur shkel frenin, makina ndalën. Kur unë të levdroj, ti më levdron. Kur unë të shaj, ti më shan. Ky është reagim absolut sipërfaqësor. Reagimi më i mirë, më i këndshëm, më frydhënës dhe me 0 stres për brenda, është reagimi kur ti më shanë dhe unë nuk e pranoj e nervoz. Ti më shanë dhe unë qeshi. Pse? Nuk e bëj për ty, e bëj për vetën time që unë t'jem në ekuilibër, unë t'jem në harmoni. Për arsye se e di që fjala jote dhe reagimi jote kur fardome nuk do të shkaktoj mua, por do të shkaktoj ty. Prandaj, këto reagime që unë po flas dhe po flas lirshëm për këto, unë vetë kam rënë gabimet të tjera. Kur kam pas këso situatash, nuk kam qenë gjendje të mbaj Dautin mirë në dorët, mos reagoj, bile kam pas situata kur kam reaguar shumë ma kesë që kam pritje, kam befasu vetë për të kesë. Prandaj, mundësia që ti ma len këtu një dhurat nervoz, dhe unë këtë nervoz nuk du me marë. Distanca që e kryej unë me këtë nervoz është vedia e ime e lartë që ma mundëson që unë të arru integritetin tim. Po. Do dhe të njëjtën pyetjet me përgjigjesh ne. Veç dhe ishte me unë do lidhë shkurt me ato që po thot Zotri Davde Maku. Realisht të mendumit pozitiv, realisht qasja një farë mënyrë sublime, hynore, nështë edhe religioze prej konteksteve të ndryshme. Do të thonë, ajo që kur dikush të shanë nëse ti një farë mënyrë i mjakthyme të mirë, ka ma shumë një bazë religioze, është diçka relativisht e re. Do të thonë, është diçka cila nuk ka bazë natyrore tek neve. Reagimi me stres në situatat tilla është pjekuri e vetë organizmit. Do të thonë, nëse dikush na shoh neve nuk reagojmë domosdoshmërisht keq ndaj tij për shkak se ose saj pa marrë parasysh, për shkak se neve domosdoshmërisht dojmë ju hakmarr për sharjen që është e bë, mirë po qasja atyre negative ndaj neve na vetë dison për motivet që e kanë ata ndaj neve. Do të thonë, organizmi jon, një farë vetdia jon organizmike, është përgadit që me reagu ndaj individve, ndaj njerëzve, posa neve t'i kuptojmë motivet e tyre. Nëse neve përmes sharit, përmes ndonjë reagimi tjetër agresiv, një farë vetja jon e atribuon këtë reagim, këtë share, këtë reagim tyre negativ ndaj neve, motiveve agresive që i kanë ata ndaj neve, rrjedhimisht neve duhemi mu kontekstualizu. Do të thonë, duhemi mu bë gati për veprime tjera agresive. Do të thonë, për shkak se neve po kuptojmë që ata kanë motive agresive ndaj neve, edhe organizmi jon, vetdia jon organizmike automatikisht, do të thonë, bëhet gati për më ballafaqu me situatën. Kjo automatikisht nuk kupton që organizmi jon domosdoshmërisht ka mjakthyem të njëjtën mënyrë. Do të thonë, ka mjakthyem me agresivitet. Mirë po, reagimi i organizmit është që me qenë gati, me qenë në gjendje gatishmërie. Nëse neve provojmë pas në një situatë të tillë, do të thonë, neve parazitash jemi produkte të evolucionit, do të thonë, edhe evolucioni, do të thonë, neve na ka formsuar në atë mënyrë që me pas një lloj reciprociteti, do të thonë, në interaksionet tona sociale, në interaksionet tona njerëzore. Do të thonë, neve i bëjmë mirë tjerëve, sepse presim një farë mënyrë që më na u kthejmë me të njëjtën monedhë. Do të thonë, edhe nëse, do të thonë, në një situatë të tillë, nëse dikush është agresiv ose është jo i mirë ndaj neve, një farë mënyrë neve bëhemi gati, jemi të programuar për me paraqit një lloj reciprociteti, në mënyrë që me rujt një farë mënyrë dhe balancin social, mirë po parazitash dhe mbi të gjitha, do të thonë, me rujt mbijetesën tonë, me rujt vazhdimsinë tonë. Nëse ajo është agresiv ndaj neve, edhe neve jemi patësor kohë gjasa që mbijetesa jonë, vazhdimësia jonë, mos me shku matutje për shkak se agresiviteti ti në të shprehur, mund të me qenë indikator që në agresivitetin në natyre tjetër ka me pasu pastaj. Sa e përket pyetjes tuaj, do të thonë reagimi
Emocionali, lojmeve të mira. Mënyra e reaktivitetit ton emocional është ndër tiparet e ralla tona që është e trashëgume pjesërisht ose konsiderueshëm. Do të thonë temperamenti jon, ai far elani, ai far impulsiviteti me cilin reagojmë neve është diçka që ka bazë të konsiderueshme, të trashëgueshme, bashkë me inteligjencën tek neve, do të thonë janë dy faktorët kryesorë që trashëgohen. Neve në një mënyrë jemi pak a shumë të programum genetikisht që me pas një nivel të reagimit emocional ndaj situatave të ndryshme. Realisht dhe me thonë reagimi emocional karakteristik i pamësuar vrehet tek fëmijët dhe me thonë të posalindur. Dhe me thonë e vetëmja gjatë cila në aspektin psikologjik fëmijët e sjellin këtë botë, por sa lindin është reagimi emocional. Dhe me thonë ata këto nuk e mësojnë, ata këto e sjellin me vete. Mirë po, a do të thotë kjo që ky reagim emocional një farë mënyre impulsiviteti jo nuk mund të kontrollohet, nuk mund të kultivohet, jo nuk do të thotë. Do të thonë, unë e thash ma herët që është rëndësishëm ekspresiviteti emocional. Gjithmonë duhet me pas një ekspresivitet emocional. Mirë po, targetet ku neve bëjmë ekspresivitetin emocional, mënyra ku neve i shkarkojmë një farë mënyre emocionet tona, mënyra se si neve i procesojmë emocionet tona, ajo është shkatësi. Do të thonë, neve mundemi me ndërtu jetën tonë, me ndërtu shkatësi të ndryshme të cilat një farë mënyre e kultivojnë, e rafinojnë reagimit tonë emocional. Kjo nuk do të thotë me shtyp emocionet tona, kjo nuk do të thotë me fokusu në mënyrë artificiale, mënyrë të panatyrshme, disa raste mënyrë absurde në një pol të mendimit pozitiv ose negativ, por përkundrazi do të thotë, do të thonë, procesim racional. Racionalizim të situatës, racionalizim të reagimit tonë emocional në të situatës, edhe një mënyrë racionalizim të ekspresivitetit tonë emocional. Ma herët Fatosi tha që jemi popull shumë optimist, pavarësisht të shkaktarëve të cilët na bëjnë si shoqëri të cilët përjetojmë stres. Ajo çka është gjithashtu shqetësuese në aspektin shoqëror, janë edhe në bazë të reagimeve, ngutjeve, ofendimeve ndaj njëri tjetrit, numri i divorceve është rritur në vendin tonë. Ju edhe punoni në SOS në sektorin e fuqizimit të familjeve, a mendon që kretë kjo është shkaktar i kësaj stresi që përjetojmë tu marë parasysh papunësinë, ekonominë, e shumë çka tjetër që i përmende më herët? Po, si që ceka dhe më herët, janë gjana që lidhen direkt me shkaktimin e stresit. Edhe në aspektin social, stresi nuk është diçka që mund të menaxhohet brenda natës, po kërkohet kohë e caktuar edhe ndoshta një jetë tonë në për situata të ndryshme për të adaptuar me një stres caktuar. Për shembull, kur një person gjendet me një situatë caktuar për herë të parë, ai normalisht që ka më qenë më i stresuar. Por nëse vazhdon me përsërit atë detyrë ose punë që është duke bëu atëherë, ai ka rutinë. Kur vjen puna tek divorcet, normalisht janë faktorë të ndryshëm që ti cek edhe ti që ndikojnë tek divorci. Janë ata faktorë të cilat shkaktojnë strese të ndryshme brenda familjes. Zakonisht mund të ndodhë për shembull që nëse njëri prej prindërve mund me pru për shembull një pjesë të stresit që e merr në punë, mund me pru të shtëpia edhe mundet me ndiku pastaj në marrëdhëniet me bashortin. Pastaj ajo në raste të caktuara mund të ndiku edhe te fëmijët, gjë që shkakton disbalancimin e familjes, që në raste më ekstreme janë edhe të divorci. Por çka ndihmon forcimin e marrëdhënieve në familje, gjë që ndihmon edhe largimin e stresit është organizimi i aktiviteteve ndryshme që mund me bëhen brenda familjes, por në raste tjera është për shembull kur edhe fëmijët arrin rezultate të kënaqshme, të cilët prindërit i presin, atëherë ajo është një farë vetëkënaqësi edhe për prindërit, një kënaqësi emocionale, gjë që e stabilizon gjendjen e familjes edhe i largon ato dukuri negative për të cilat folëm. Jo vetëm ne jemi popull me stres dhe kemi probleme, është diçka globale. Agnesa ka sjellur disa kurse të cilat praktikohen në vende të ndryshme të botës. Pikërisht pra stresi dhe emocionit është diçka e pashkëputshme secilit person kudo në botë. Mirë po në vendet e tjera e kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Britani të Madhe, çdo ditë më shumë po hapen kurse të ndryshme ku njerëzit individualisht mund të qasin aty dhe të mësojnë metoda të ndryshme për menaxhimin e stresit. Mirë po në anën tjetër një trend i ri i cili është duke u përhapur nëpër botë janë disa workshope të cilat i organizojnë
drejtarët e institucioneve të ndryshme për punëtorët e tyne, marrë parasysh stresin më të madh ndoshta që shkaktohet në punë, për këtë arsye për me pas më shumë efektivitet në gjithë jetën, ata ju ofrojnë punëtorëve të tyre, domethënë kurse dhe workshope të ndryshme ku ata mund të qetësohen dhe mund të mësohen se si ta menaxhojnë stresin edhe të gjitha emocionet e situatat e ndryshme që mund të ballafaqohen me to. Mirë, po për një përmbledhje shohim në vazhdim materialin. Shumë obligime, detyra, përgjegjësi, lodhje, pak kohë. Është kjo jeta moderne, pjesë të cilës jemi çdo individ. Ajo e cila e përcjell gjithë këtë zhvillim, e që është pjesë e ngushtë e secilit prej nesh, është stresi. Për një çast, kemi nevojë që gjithçka të ndalet, të marrim frymë e të nisim prej fillimit. Menaxhimi i stresit është ajo që duhet të aplikojmë që të gjithë. Forma nga më të ndryshmet, çdo ditë avancohen, marr parasysh dinamikën jetësore. Sipas hulumtimeve, më të efektshmet janë trajnimet grupore. Trendi i terapive në botë është duke u zhvilluar çdo ditë më shumë. Kurse të tilla, pjesë të cilës mund të bëhet çdo person, është vërtetuar që po japin rezultate shumë të mira në menaxhimin e stresit. Ekspertë të kësaj fushë, me metodat e tyre, prej më serioze e deri tek ato më qesharake, kujdesen që pjesëmarrësit të fokusohen vetëm aty dhe të harrojnë gjithçka tjetër. Por ajo që ka rëndësi është që kjo është një temë aktuale që diskutohet e kuptohet nga të gjithë. Këtë më së miri e vërtetojnë disa nga kompanitë amerikane, të cilët organizojnë workshope për punëtorët e tyre. 30 minuta në javë, ata kanë mundësi që përmes ekspertëve të aplikojnë metoda për relaksim. Sipas një studimi të bërë në Universitetin e Atlantas, nëse 5 minuta në ditë ju nuk mendoni asgjë, truri juaj pushon mjaft dhe është i gatshëm për marrjen e informatave të reja. E kemi parë edhe disa kurse praktike mjaft që besoj që do të ishte domosdoshme që në secilin vend punës të ishin disa workshope të tilla, pavarësisht të natyrës së punës, secili kemi nevojë për psikolog, për sociolog, për mendim pozitiv. Jemi në fund, minutat e fundit, madje edhe kemi të kaluar. Shkurt përgjithë folëm për reciprocitetin e shumë gjanat të cilat duhet mendojmë pozitivisht, marrim shtruar gjanat, po nëse më mshon dikush u plaka, duhet me keshuna? Se që ta s'po muj me perceptu. Përgjigja ime është me këtë mosjeshje. Okej. Mos më mshosh u plak të s'muj me kesh. Mos e provo. Nuk duhet t'i banalizojmë këtë pjesë, për arsye se është shaka, po. Nuk duhet t'i banalizojmë, por një gjë mos të harrojmë, se evolucioni biologjik është këtu i pranishëm. Si të cili prej neshët, gjithë kundët a dëgjani, shtrënga e dhamë, trega e dhamë. Kush sulmon me dhamë? Ajo pasoj evolucioni biologjik, me dhamë sulmon bisha. Ne jemi njerëz, do të kemi një shkallë më të lartë dijes, edhe të amortizojmë gjërat e të qesim në një harmoni të komunikimit njerëzor. Mirë. Një shuplak, një ëmbëlsirë. Një shuplak, një ëmbëlsirë. Unë ju falenderoj gjithëve që keni qenë mysafir në emision. Ka dhe shumë shka tjetër me folë për menaxhimin e stresit e emocioneve. Unë besoj që do t'ju kemi prapë mysafir në tema tjera, sepse kemi shumë shka për diskutuar në rreth këtyre emocioneve dhe këtyre shprehive të cilat i kemi në përditshmëri. Faleminderit shumë të treve. Faleminderit gjithashtu. Faleminderit edhe juve miq që jeni gjithmonë me ne. Ne do të shihemi nesër me një temë tjetër e deri atëherë ju mirëmbëjtje. Qëndroni me Klan Kosovën.